Do bëhet drejtësi një ditë. Do bëhet drejtësi një ditë. Tani, në rendin e ditës janë 2 interpelancat kërkuara nga opozita. Në rendin e ditës është një seancë pyetjesh e kërkuar nga unë. Në rendin e ditës janë 2 ligje të propozuara nga opozita. Tani, nëse se ka ndryshuar plani, mund të na i thoni. Por, që kjo seancë të shkojë në një moment alucinant është e tepërt edhe për ne, është e tepërt edhe për ata që janë jashtë kësaj sale. Se tani, para 2 ditë e gjysmë, pash deputet që donin të hynin me dhunë në parlament. Me dhunë. Me molotov në dorë për të hyrë në parlament. Me molotov mbi policinë për të hyrë në parlament. Sot ishte e lirë fare. Dhe të njëjtë deputetu si shonë sa. E para. E dyta që është akoma më rëndësishme. Parlamenti nuk mund të shërbejë për të ndryshuar faktet historike. Sepse ja bën mugjoja. Në 21 janar, në një protestë të nisur paqësore, po që kishte nuk të pëlqeu, s'të pëlqeu, ja se po rregulloj. Në një protestë që nisi paqësore, dhe që mbaroi me 4 të vrarë, jo me ujë, po me plumë në lule të ballit. Me plumë në lule të ballit. Dhe me 14 të tjerë të plagosur. Me plumë, po prap. Në pjesën e trupit, dhe jo në pjesën e këmbëve, po në pjesën e trupit. Dhe që janë sot gjallë. Fare kot. I shpëtoi Zoti i lartë. Nuk mund vjet tuhet na thuhet që gjuajtet me ujë. Gjuajtet me ujë dhe gjuajtet me plumba gome. Në lulet ballit, 4 veta po prap. Shiko, që ajo ngjarje do t'ju përndjek derisa ai i lartë t'ju marr, po patjetër që do ju përndjek deri në fund. Po që në këtë vend